Hapja e bizneseve të reja vijon të jetë një nga treguesit më pozitiv për ekonominë shqiptare. Të paktën sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, që tregojnë se gjatë vitit 2024 u regjistruan rreth 17.500 subjekte të reja, kryesisht në sektorin e shërbimeve të tregtisë së vogël dhe gastronomisë. Sipas bilancit vjetor të Qendrës Kombëtare të Biznesit, në fund të vitit 2024, në vend të rezultonin 248.737 biznese aktive. Pozitiv është edhe trendi gjatë 6 mujorit të parë të 2025-s, ku janë shtuar 11.951 biznese të reja, një rritje mbi 11% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tirana, kryeqyteti, vazhdon të kryesojë me më shumë se 1/3 e regjistrimeve, ndërsa Durrësi dhe Fieri shfaqen në rritje të ndjeshme. Për mbylljet dhe çregjistrimet, Qendra Kombëtare e Biznesit nuk ka ende një total përfundimtar, pasi procedurat vijojnë individualisht dhe zgjasin në kohë. Megjithatë, të dhënat e deritanishme tregojnë qartë se ritmi i hapjes së bizneseve të reja mbetet më i lartë se ai i mbylljes, duke sinjalizuar një ekonomi aktive dhe besimit të sipërmarrësve pavarësisht sfidave të tregut.